besohem se kese Jezidi për Muavije ka bo me Ehlul Bejtit, të të kresin të rajshme, të të jenë pabaza, jenë të redume për Rafidine. Gjithashtu thëtë, ajo që ka transmitohet se kinse kryte Husejnit të shuti Jezidi për Muavije, prapë të është të pa vërtet. Ajo që është e vërtet të shuti Ubejdillah ben Ziyad. Jezidi për Muavije ka qenë shatë, Ubejdillah ben Ziyad ka qenë, në më thëmë, në pjesën e Irakut, në Kufe, dhe kështu që koka ti nuk ka dalë për Kufës. Ajo që ka flitet në shumë dit, ose është në Kufe, ose është në Kërbela, ose është në Varos më vonë, të shqipë Lusem Vendimije, në varezat e Lbeki, që është në Medine. Vjerë shqiptyre tre vendeve të nuk ka mundësi me shku. Ose është në Kufe, ose është Varos në Kërbela, ose është Varos në varezat e Lbeki, që ka në varezat e muslimanëve të sodë, pikuës pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Medinë në pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sida që tjetë, nuk është diçka shumë e rëndësishme këta. Mirë po, vërteta është që Jezidi nuk ka urdhëru. Ka urdhëru me pengu për vilajetul Irak, që mësë më udhëheqë, mësë me mojë pushtetin Irak, dhe gjithashtu është të atyre që ka respektu Ehlul Bejtin, dhe është mërzitë është piklu për rasin e Husejnit radiallahu anhu. Po ashtu, Ahlus Sunna wal Jamaa kanë një mendim për Jezidin, cilën do ta kuptojmë tash. Ai i cili e mallkon Jezidin, patjetër do të provu argumente se ai ka qenë fasik ose ka dhënë dinit Allahut azza wa jalla. E dyta, që do të provu argumente se ai ka bërë shumë mëkate të mëdha dhe nuk ka pendu. Dhe treta, me pro argumente që lejohet me mallku një person të caktuar. Nëse si plotson që do të kushte, do të pas frikën e Allahut subhanahu wa taala. Nëse dini Allah azza wa jalla nuk ngritet në eufori e emocione, po ngritet në argumente. Për çfarë arsye? Nga se sipas Ahlus Sunna wal Jamaa ndalohet mallkohet njeri i caktuar, qoftë musliman ose jo musliman. Për çfarë arsye? Transmetohet një hadith sahih që në prezencën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dikush prej muslimanëve e ka shajtë Abu Jahlin. Ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "La tasubbu al-amwat", mos i shani të dërvët, fa innahum qaddamu ila ma afdu. Sepse ata kanë shku të ajo që ata kanë vepruar, do të thonë vetë sa kanë qenë gjallë. Thëjtë Lebani rahimahullah, ky hadith është argument që nuk bën mi shajtë të vdekurit. E posaçërisht, në këtë rast, kur do të thotë është për qëllim një njeri i caktuar, Abu Jahli me kufrin e tij që ka pas, me dalaletin e tij që ka pas, me armiqsinë e tij që ka pas për dinin e Allahut azza wa jall, megjithatë pejgamberi sa ka thënë la tasubul amwat, kur i kanë dëgjuar dikon të shoh këtë person. E çka do të thonë për Jezidin ibn Muawiya? Për Jezidin ka ardhur hadithe çka ka aluduar se Jezidi është për njerëz e rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Një prej tyre është أول جيش يغزون مدينة قيصر مغفور لهم. Ushtria e parë që do ta lufton qytetin e Kajserit, janë maghfurun lahum, janë falë mëkatet. Këtë ushtri ka udhëheqë Jezid ibn Muawiya, e në mesin e kësaj ushtri ka qenë Abdullah ibn Umar, ibn Abasi, ibn Zubairi, e të tjerë pi sahabë radiallahu anhum, dhe më thënë që kanë marrë pjesë në këtë betejë. E Jezidi ka udhëheqë këtë betejë. Ka qenë komandanti i kësaj ushtrie, e këta sahabë të mëdhenj ka qenë në komandën e tij. Dhe të thotë nuk është krejt ashtu shka flitet. Nuk është krejt ashtu shka shkru, nga se janë shkru me që nuk e bazu të transmetimet vërteta. Për të fundim, thotë Ibn Kathir rahimahullah, Bidaja wa Nihaya, thotë me të vërtet Jezidi thotë ka bën një gabim shumë të madh. Dhe realitet ka qenë gabim. Dhe as pak nuk folë më shumë, as nuk i thëtë fasik, as nuk i thëtë munafik, as nuk i thëtë shafir, as nuk i thëtë mërtel. Nuk po vetëm kaqë. Për fundim, i gjithë saj që është bëjmë me vrasin e Husejnit radiallahu anhu, e posaçërisht, qëndrimi e Ahlus Sunna wal Jamaa për Jezid ibn Muawiya
është sikur se ka thënë Imam Dhahabiu, rahimahullah. As nuk folim mirë për ta, as nuk folim keq. E lënë çështjen e tij me stirë Allahu subhanahu wa taala. Nuk jemi të obliguar mi thënë kafir, nuk jemi të obliguar mi thënë murtad, nuk jemi të obliguar mi thënë fasik, nuk jemi të obliguar me volan me mallku. Ai çka mundi me thënë gabim është çka ka bëu, kur që më shumë. Këtë kjo është që kanë pas folën flasin rreth halifatit të Jezidit dhe vrasjes së Husajnit radiallahu anhu. Elusim Allahu subhanahu wa taala me emrat e tij të bukur dhe me cilësitë e tij të larta që të bën me pas dobi për gjithë kësaj që kemi folur rreth hilafetit të Jezidit dhe gjithë kësaj që kemi folur për Husajnin ibn Ali radiallahu anhu. Dhe elusim Allahu subhanahu wa taala ashtu që na ka rujt shpatat tona dhe s'kemi qenë prezent në këto kohra që me në rujtë dhe gjuhët tona dhe në smera nderin e këtyne njerëzve e posaçërisht Ahlul Bejtit rahimahumullah wa radiallahu anhum wa rahimahumullah. Dhe duaja e në fundit është alhamdulillahi rabbil alamin.